Rritja e pagës minimale dhe rritja e inflacionit ka përplasur pushtetin dhe opozitën në kuvent. Deputetja e Lidhjes Social-Demokrate Jovana Trençevska ka akuzuar qeverinë dhe ministrin Durmishi për mungesë të strategjisë dhe për faktin se me ardhjen e qeverisë Vëmorovlen është harruar premtimi për rrogë minimale prej 500 eurosh, që ishte kërkesë e vazhdueshme e opozitës. Trençevska ka thënë se Maqedonia e Veriut është vendi i fundit në rajon sa i përket rrogës minimale. Qeveria propozon rritje edhe atë duke pritur deri në mars të 2026-s, ndoshta për 2000 denar, mundet edhe më pak për 1600 denar. Në këtë fotografi paga minimale për 24370 denarësh neto duket si numër nga një tjetër botë. Kur të llogaritet dallimi mes pagës minimale dhe shportës sindikale, fiton një formulë absurde. Për të mbjetuar një familje sot i duhen 2.66 rroga minimale. Pohimet e Trençevskës i ka përgënjeshtruar ministri Durmishi, i cili ka deklaruar se Maqedonia e Veriut, sa i përket rrogës minimale, është përpara Bullgarisë, Shqipërisë po edhe Serbisë. Sipas tij, opozita bën propozime populiste sa i përket pagës minimale, pa bërë përllogaritje në bazë të zhvillimit ekonomik, standardit jetësor dhe faktorëve të tjerë. Sipas Eurostatit, paga minimale në Evropë nga vendi në vend ndryshon, ndërsa ne si vend jemi në mes. Duhet të t'ju informoj që paga minimale me ullet se tek ne është në Shqipëri, me ullet se tek ne është në Bullgari, me ullet se tek ne është në Serbi. Dhe ju përmendet tu që po, Shqipëria ka thënë që do e rrisë pagën minimale, do e rrisë, po për momentin është mbas neve dhe po, ne jemi mbas Kroacisë, jemi mbas Slovenisë, për arsye që për llogaritet apo paga minimale për llogaritet në bazë të zhvillimit ekonomik, në bazë të standardit jetësor dhe nga ajo të se sa përqet paga minimale dhe jo shifra dhe propozime populiste. Kjo nuk është hera e parë që pushteti dhe opozita përplasen për rritjen e pagës minimale. Qeveria thotë se është në pritje të propozimit që do të japin sindikatat dhe punëdhënësit, ndërkaq opozita kërkon rritje emergjente dhe pagë minimale prej 500 eurosh.